e Kuvendit e kërkova fjalën për procedurë, po do të pyes ty. Po pra. Neni 50 replika. Për të sqaruar një herë gjithmonë se ju dëgjoj e thoni po se keni lexuar një herë. Deputeti ka të drejtën e replikës kur ndaj tij janë shprehur fjalë të padenja apo të pahishme, ose janë bërë diskutime që kanë shtrembruar thelbin e fjalës tij. Tani, njëri deputet e para as ka fol këtu, fare sot, pra nuk kam deformuar fjalën sot se s'ka fol. Përdorja e emrit nuk është sharje. Po unë kur them emrin nuk po të shaj. Po jo, po se s'ke fol. Cilën fjalë të deformova kur s'ke fol? Jo pare, atëre, rregullat këtu janë vlen vetëm për brenda kësaj seance. Mirë, para i viti. Po, tashi mësoje këtë që ta kesh për herë tjetër. Se t'u bon këtu gjithë të vite, u bone si shkollë natë edhe ti. Po tashi mësoje këtë, nuk ka kjo, nuk ka, s'të legjo e shkreta. Tani sa i përket, marova me ty se kam... Tani, qa bërë mirë, ç'kemi? Tani, ta mbyll, sa i përket kandidatit, unë nuk e di pse unë nxefët, se ju e dini si dilni me ne në Tiranë. E para herë objektivin e kemi t'ju a dy fishojmë diferencën. Nga 20 që e kishim me ty do t'a çojmë 80 diferencën, sepse Tirana voton Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, o Belind. Tirana voton Edi Ramën dhe Partinë Socialiste dhe o Gerta Manasiliu është njeriu i dur në kohën e dur për të shëruar dhe disa probleme tjera që ka Tirana. Ndërkohë që ju jeni aq paft, sa që në vend që dilte në njëri për jush, dilte kandidat, su ambajti dilte kandidat, dhe në fund e disi do thoni, po futëm këtë, pra ndaj humbëm ka thellë, se po të kishe dalë në njëri nga ne, do humnim pak më dobët. Me këtë e keni thjesht, sepse morët zarin e zenit tek Piranjat, dhe e bët kukullën e Saliut për në Tiranë. Kujtoni ju se njeh Tirana zarin e zenit.